nëse e çoni unë në gjykatë Kosovës. Dhe deri siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Dhe dorëzoj mandatin, ai deri shumë. Të nderuar kolegë deputet, kolegë deputet, të nderuar bashkëpunëtorë media, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës. Unë kam ardhur sot këtu në këtë sallë për të përfaqësuar mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe për shpjegu qëndrimin pse ne nuk marrim pjesë në këtë seancë dhe pse për ne kjo seancë është jo kushtetuese. E para nuk e di kupton nëse ka kvorum, nëse janë 61 deputet në këtë sallë, gjatë të ta verifikoni ju. Kjo seancë do të bëhet mend në historinë e Kosovës si seanca në cilën të gjithë ne, kryetarë i kuvendit, deputetëve të vendosjes, qytetarët e Kosovës, çdo kush është një din që është i palishëm dhe jo kushtetues. Asnjë vend nuk mund të bëjë seancë, nuk mund të bëjë seancë kuvendi në Kosovë, nuk mund të bëjë seancë pas zgjedhur qeveri. Mos u gut se një jam, kështu që sot duroni pak të folë, edhe unë se një jam për i PDP-s. Nuk ka asnjë vend tjetër në të cilin të shfrytëzojnë kuën tonë. Kolegë deputet Çeçili u tërë. Ju kushte më mbaj fjalimin? Unë mbaj, ju nuk ma diktoni që mbaj fjalimin. S'mush ma diktu fjalimin, unë mbaj fjalimin që duhet. Ale jam rregullori. Zoti Gruda, vazhdo me fjalimin, për shkak se nuk dëgjohet. E kuptoj. Cilët do kushte kur të flasim për ne. Asnjë kuvend, dhe unë ta shpjegoj ligjërisht. Asnjë kuvend, dhe nuk ka marrë me propagandë politikë, ka marrë me shpjegim ligjërisht. Asnjë vend nuk lejohet që një qeveri, një kuvend të mblidhet dhe të trajtojë çështje të tjera përveç zgjedhjes së qeverisë. Midis konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë nuk lejohet të bëhet asnjë seancë ndërmjetme. Për asnjë çështje. Kjo është praktika deri sot me parlamentare e Kosovës dhe është një standard i njohur në mbar botë. Në mbar botë, nuk ndodh asnjëherë. Tani po i kthehem çështjes së rendit ditës e cili është propozuar. Rendi i ditës i propozuar sot është formimi i komisioneve parlamentare dhe miratimi i disa projektligje. E para, për me tregu që kjo seancë kolegjik si mund të formohen komisione parlamentare kur nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas që opozitë. S'ka Kosova opozitë dhe opozitë. Mund të formohen komisione parlamentare. E para, e dyta, miratimi i projektligje. Qeveria jonë është qeveri në detyrë, jo qeveri në dorëheqje. Unë e kam këtu me vete ligjin për qeverinë. Neni 31 thotë që qeveria në dorëheqje thotë nuk mund të paraqes në kuvend projektligje. Dhe po ashtu ky ligj thotë që këtu kufizime, në një paragrafi 5 në 31 thotë miratimin e buxhetit të Republikës Kosovës. Ka që thjesht, qeveria në dorëheqje. Pse? A do me lezu paragrafin 5? Ministri Drejtësisë, ish ministri e kërkon. Kufizimet e përcaktuara në këtë nen, vlen edhe për qeverinë siç është përcaktuar në 28 për qeverinë. Qeveria aty blitet për qeverinë detyrë, mos u përzi. Shiko, unë jam i bindur se ti nuk e din çfarë qeveria ndërheq dhe çfarë detyrë. Mos abuzo me detyrën. Jeni në kryetare kuvend, jam deputet, po më fjalë se kam me ty debate me qytetarët e Kosovës. Prandaj ju s'keni drejt propozoni ligj. Dhe keni arsye pse, që po shpjegoj pse kjo kështu. Sepse kur qeveria është ndërheqje, kuvendi që ka zgjedhur qeveri vazhdon të ekzistojë dhe ka lidhje legitimiteti midis qeverisë ndërheqje dhe kuvendit aktual. Ky kuvend, nderuar kolegë, nuk ka asnjë lidhje me qeverinë ekzistuese. Kuvendi që ka zgjedhur qeveri nuk ekziston. Ai kuvendi takon historisë. Nuk mund të vini këtu. Qytetarë nderuar që na shikoni. Por me ilustruar këtë, çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që kryeministri Kurti, e cili unë e kam përballë këtu në rreshtin e parë, dhe ministrin e financave, po do të dalë këtu me propozu ligjin për buxhetin, edhe me shkunja 5 hapa dhe më ule me votu si deputet për këtë ligj. Nuk ndodh. Vlen edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në nenin 28 paragrafi 1, në paragrafin 1.1 të këtij ligji, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra, mandati i qeverisë përfundon. Pika paragrafi 1.1 me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit.
Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon pra kjo qeveri detyrë që të dërgoj buxhet në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe në këto rethana mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe, jeni bashkë edhe sot, për të bojkotuar vendime tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po u bëj të qartë. Buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme e profesionale, të gjithë ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, ish dashur të përgjigj penalisht. Kufizimet të vlerë, kufizimet. Qëse gjeni një jurist pavarur këtë vend, që e thot këtë që po thot ish ministri i drejtësisë, unë e dorëzoj mandatin e deputetit. Qëse ka gjykatë, ju jap një premtim publik, jo prit, një premtim publik. Qëse e çoni ju në do gjykatë Kosovës, dhe deri siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Unë dorëzoj mandatin, deri shumë. Prej grupit që teknik, zonja Emilia Recemi. Zahvaljujem se uvaženi predsjedniče parlamenta